i rojt në popull. Bujqësinë do ta mbështesim. Do ta mbështesim me kartën e fermeri, që i bjen një kartë me identitet të mbrojtur edhe me integritet të mbrojtur. Secili fermer ka mujt me pas këtë kartë, me të cilën ka me mujt me rrit qasjen në financa, me apliku për subvencione, pa pengesa burokratike të dokumenteve për institucione publike a private, dhe ka me përcjell procesin në telefon, ka me mujt prej momentit të aplikimit për subvencione e deri tek përfitimi i subvencioneve. Online ka me mujt me përcjell gjithçka. Ka me mujt mu bo dhe aplikimi për grante gjatë tën vitit. Nuk ka me qenë kufizu me koha kur mundesh me apliku për grant. Do ta bojmë sistemin e drenazhimit, së shumë i rëndësishëm, edhe sistemin e ujitjes, se ujitja dhe drenazhimi janë teje të rëndësishme. Do të investojmë qerek miliardi, 250 milion euro për luret mezetare 2030, për stadiumet e reja. Pastaj do të investojmë në Brezoviz, do të investojmë gjysmë miliardi, dhe do të investojmë gjithashtu edhe në qendrën e re turistike Dugagjini, sepse bjeshtë e nemna, posaçërisht Gryka e Rogovës, janë jashtëzakonisht përshtatshme, e ne në këtë hark të këtij vargmali duhet ta integrojmë po ashtu edhe Jonikun. Zotit rujt të të Ndërtojmë këtë rrugën e Dugagjinit, magjistralën e Dugagjinit, prej Istogut, në Pej, në Deçan, në Gjakov, edhe në Prizren e Ravec. Do ta projektojmë mirë. Ne morrim pak ma shumë kohë kur përgatitemi dhe planifikojmë, po kur vjen të ekzekutimi e kryjmë shpejt. Arsyeja pse jemi vënu me disa rrugë, është për shkak të problemeve që na i kanë lënë. Na kanë lënë probleme pronësore. Na kanë lënë probleme të keq planifikimit. Për shembull, pas studim gjeologjik të terrenit kanë filluar me shtru asfalt, mas ne ka shit dheu. Ose kur kanë shtru rrugë, i kanë kallëzu përpara dove ka i bjen. Shtu s'bën. Pra, kur t'ju tregojsh ka i bjen aty, shkon stratosferë çmimi masanej. Edhe përfundon në gjykata. Ose ka të tillë edhe që kanë shkuar kanë blet tokën bujqësore, bujku i shkretë ka shit, se nuk i kanë kallëzuar që aty i bjen asfalti. Se e kish mojta edhe për veti. Po e ka shit, ka thonë po ma afron çmimin e mirë. Po nuk i ka ditë që bëhet fjalë për një stërshëtës, i cili do të ketë super profit nëse mësejse. E këto na kanë vënë shumë. Po kur të planifikojmë na prej fillimit deri në fund mirë, marrim pak kohë derisa të përgatitemi. Por ekzekutimi shkon shpejt, se që do urat për shembull me Ibër, kur të fillojmë na nisjen tonë me planifikim, për 2-3 muaj e kryjm. Edhe kena me ndërtu edhe një ur atje. Do ta kemi transportin publik, trafikun urban e ndërurban, me një bilet të integruar 10 euro në muaj me udhëtu gjithka. Dhe studentët, sa më larg që studiojnë, çaq më shumë kena me mbështet. Pra, nëse studion prej Deçanit në Pej ose në Gjakov, kime pas një mbështetje financiare. Veç nëse shkon me studiu në Gjilan ose në Mitrovic, kime pas mbështetjen më të madhe financiare. Kena me dyfizhu buxhetin për bursa. Për 5 vite akademike, qeveria jon i ka nda për bursa ofër 20 milion euro për ofër 18.000 bursa. Ndërkaq, për 5 vitet para praka akademike, ka qenë rreth 4.000 bursa, pra asë qereku i numrit bursa e to. E në mandatin arshëm, kena me dyfishu buxhetin për bursa dhe njëkohësisht kena me mundësu që bursa me marë edhe ata që në sistemin universitar jo publik, përkatësisht në kolegjet private.